por pronari kësaj foleje tashmë quhet Sali Berisha. Dhe këta e din mjaft mirë që të marrin një dhomë në këtë fole, duhen me do e mos të kalojnë te Berisha. Në qoftë se nuk kalojnë te Berisha, automatikisht këta nuk janë më në fole. Por këta e duan falen. Po pse s'krijuan këta një folet tyre? Sepse e kanë të pamundur të prodhojnë një folet tjetër. Okay. Sepse këta nuk janë persona të cilët kanë identitet leadershipi. Faleminderit. Tu desha dal dhe më thuaj cili prej tyre ka fenomen. Do të thënë, Jorita Tabakut dhe doktorit ju prodhua tashme një mundësi e artë që ata të tërhiqin mendimin intelektual dhe të organizonin. Por ata, përveç hapësirës që i ka dhënë në një moment caktuar Sali Berisha, së në fundit figurë politike në Parti Demokratike dhe në publikun shqiptar Ali Mehmetin e bëri Sali Berisha, a i dhe mundësin që të ishte dhe kandidat primare, se Sali Berisha të heq kur i do qefi si do qefi, është në pronti. Kështu që këta kanë edhe një detyrim ndaj Sali Berishës. Por më tepër unë them, nuk kanë t'i parë leadershipi. Kjo është. Pra ne dhe nuk u organizuan asnjëherë dhe aq më tepër presioni i madh psikologjik që bën Sali Berisha është bërë si ombrell që nuk del dot njeri, sepse perceptimi i gjithë botës demokratike, i gjithë popullit demokratik, i këtij populli opozitar është që këtë gjë bën vetëm Berisha. Po se bëri Berisha se bën. Dhe tani të thyesh të mendsi nuk është gjë lehtë.